Përshëndetje miq, mirë se jemi sërish në kjo është koha. Erdhi momenti të jemi sërish së bashku për të folur mbi një problematikë e cila përfshin gjithë shoqërinë. Është një problematikë sa islame, aq edhe jo e tillë, duke qenë se ka përfshirë gjithë globin. Ne flasim për krizën e familjes, por se duke i dhënë një këndvështrim fetar, një këndvështrim islam. Si e zgjidh Islami këtë problem? Duket se feja është një zgjidhje e problematikave jo vetëm në të shkuarën, por se duke përfshirë edhe ato që do të ndodhin në të ardhmen. Ne pikërisht jemi në kulmin e krizës për familjen. Shoqëritë të tëra, shtete të tëra janë mobilizuar për ta rikthyer familjen në ato themele ku ka qenë ajo natyrshëm në shoqërinë tradicionale. Përmes bonuseve për beben, përmes shtëpive sociale, përmes stimujve të ndryshme materiale, shumë shtete po mundohen që të motivojnë të rinj që të martohen, po motivojnë gjithashtu që ata të kenë shumë pasardhës, po duket se nuk po ja dalin. Sepse me sa duket, vlerat për familjen janë ekskluzive vlera qiellore, vlera hynore, pasi asnjë hesab dhe llogari toksore nuk mund të detyroj një person që të qëndroj besnik i martese deri në fund duke shmangur gjithë joshjet e mundshme. Asnjë nuk mund ta motivojë një femër që të mbajë një bar për 9 muaj dhe të kujdeset për një jetë të tërë dhe këtë ta përsërit për disa herë. Pra duket se janë vlerat fetare, janë vlerat hynore, ato që duhet të inkuadrohen në shoqëri. Po si të kuptohen së pari nga besimtarët, nga ata që janë agjërueshëm në këtë muaj dhe ata që i kanë besuar vlerave hynore, si ti po themi përjetojnë dhe si ti jetësojnë këto, ne do të na tregoj shkurtimisht Hoxha e nderuar Ekrem Abdiu. Hoxh, mirë se vini. Mirë se takojmë, Ilir. Hoxh, Ramazani i mbar për ju dhe përmes ju shuroj që një Ramazan i tillë të jetë dhe për gjithë besimtarët në Kosovë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë. Edhe unë uroj edhe lutem që ky Ramazan të jetë i begat, i mirë, i qetë, i sigurt. Po gjithsesi të gjithë ne jemi të vëmendshëm për vlerën e tij. Edhe të dalim fitimtar pasi që të ketë kaluar, përndryshe Ramazani është një shkollë, është një mundësi e artë, është një ofertë hyjnore shumë e begatë, edhe e cila nëse nuk shfrytëzohet, atëherë secili del humbës. I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një bashkëbisedim shumë të shkurtër dhe pothuajse enigmatik me engjëllin Xhibril, e kanë përshkruar interesant këtë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam është dëgjuar duke thonë amin, amin në 3 raste, dhe kur është pyetur pse, në njërin ka thonë erdhi Xhibrili dhe më tha, qofti dështuar ai i cili e arrin Ramazanin, e arrin pastaj edhe fundin e tij, pra futet dhe del nga Ramazani e nuk përfiton falje, mëshirë, shpërblim prej Allahut fuqiplot. Është mundësi e artë. Është një mundësi e arzakonshme. Absolutisht, dhe duhet ta shfrytëzojmë deri në maksimum. Dhe ju thatë që gjithashtu Ramazani është dhe një shkollë, dhe jam i sigurt që në këtë shkollë një prej provimeve që na mundson dhe lehtëson për të kaluar suksesshëm është provimi i familjes. Në këndvështrimin islam, Hoxh, familja është diçka imediate, është diçka prioritare apo bën edhe pa të? Pra mund të jesh edhe devotshëm, po dhe pa familjen. A mund të shtyhet në një moment të dytë apo të tretë pasi të kemi konsoliduar karrierën, pasi të kemi siguruar disa të ardhura? Pra, nëse rendisim familjen, çfarë prioriteti ka ajo në këndvështrimin islam? Është një rregullim shumë interesant i pozicioneve të cilin e bën Islami në kornizën e quajtur jetë. Familja, karriera, avancimi, pastaj ibadeti, përkushtimi, devotshmëria e kështu me radhë. Dhe në të gjitha këto, Islami e paraqet familjen si përparësi dhe në asnjë mënyrë nuk e paraqet si pengesë. Për dallim prej shumë mendjeve njerëzore të cilat sot në këtë shekull kanë evoluar në këtë gjendje të mjerueshme ta quaj. Në të kaluarën në atë që mbajmë mend ne dhe kemi përjetuar ne, prindrit tanë nuk e kanë trajtuar familjen kësaj. Për ta nuk ka qenë familja pengesë për të arritur në karrierë. Ata e kanë shfrytëzuar martesën e hershme, prindrimin e hershëm, rritjen e fëmijëve dhe paralelisht, pra kanë arritur atë që kanë arritur, po mbi të gjitha e kanë ngritur një brez të edukuar dhe të formuar mirë. Nëse ne shkojmë me eliminime, që Islami realisht
në situata shumë ekstreme i parashe eliminimet, për ndryshe gjërat e mira, sidomos ato shkojnë bashkë, nuk kanë pse plotësojnë njëra tjetrën, nuk kanë pse eliminohen, plotësojnë njëra tjetrën. Nëse themi duhet bëj familje pasi që t'jem mjaftuar ekonomikisht, pasi t'kem bërë lek. Një pyetje që do doj bë edhe sigurisht që përgjigjja do të ishte shumë më ndryshe se sa ajo që mendojnë një pjesë e njerëzve. Kush prej njerëzve ka bë lek para se të bëhej familjar? Kush prej njerëzve është bë i pasun e pastaj ka kriju familje? Rrallë ka ndodhur kjo. Pjesa dërmuese e njerëzimit paralelisht. Edhe kanë kriju familje. Po flet për shoqërinë tradicionale në këtë rast, për atë që kanë qenë brezat më të hershëm se për të gjitha ka një tjetër këndvështrim. Për të gjitha shoqëritë e mirëfillta edhe normale, po flas. Edhe kjo e tanishmja, nëse e krahasojmë nga një këndvështrim pak më nga një makroplan i historisë, e vrejmë se kjo është tani më vonë është bën, ndërsa krejt historia pothuajse ka qenë pro familjes. Madje te familja unë mendoj se piktakim gjejnë të gjitha besimet, të gjitha fetë, të gjitha ideologjitë. Të gjitha familja është ajo që e ka rolin e vetë dhe nuk di si do të vinim ne një jetë po të mos ishte familja. Hajtë mos flasim për të ardhmen, t'i kthehemi të kaluarës. Allah i madhruar e krijoi njeriun e parë, e vendosi në xhennet. Xhenneti është sinonim i jetës së përsosur. Ai debati se a ka qenë xheneti i tokës, a xheneti i qiellit, fare pak është interesant për këtë çka po flas. Mirë po është sinonim i jetës së përkryer dhe Ademi a.s. nuk u ndi mirë, nuk u ndi komod vetëm. Allah i madhruar ja krijoi edhe bashkëshortën. Ademin nuk ishte i vetëdijshëm se çka po i mungon. Mirë po Allahu e dinte. Dhe pastaj ushtua njerëzimi edhe ja ku jemi sot, pra historia njerëzore ka evoluar edhe është zhvilluar nëpërmjet familjes. Pra çdo person pa partnere, në këtë rast burri apo gruaja pa partner, është i mangët gjithsesi, pavarësisht çfarë ka arritur dhe pavarësisht në çfarë situate është. Nëse e kthejmë origjinës, nëse e kthejmë asaj që është standardi. Patjetër. Do të thotë njeriu nëse shef, një dietar ose një shkencëtar mund të lejë libra të shkruar, por nuk janë të gjithë njerëzit shkencëtar, nuk janë të gjithë dietar. Ndërsa të gjithë e kanë borxh edhe obligim që megjithatë të lënë ndonjë vlerë edhe ndonjë gjurmë pas vetës. Nuk ka diçka më të garantuar në këtë aspekt edhe më të mirë se sa ta bëjë njeriu nëpërmjet familjes. Biologjikisht, fiziologjikisht, në mënyrë të natyrshme, mashkulli edhe femra e kanë atë tërheqjen e natyrshme ka njëri tjetri. Edhe kjo do të bëhet ose në mënyrë kafshërore, sikur se e bëjnë kafshët, nuk kanë kuror, nuk krijojnë familje, megjithatë shtohen. Ose duhet ta bëjnë në mënyrë njerëzore e të prirur në mënyrë fisnike tashmë që është dhe në mënyrë hyjnore po të prirur edhe nga hyjnoria që të bëhet në mënyrë fisnike dhe këtu prap më duhet të theksoj se të gjithë, madje edhe ata që mbase feja, besimi mund të mos ketë ndonjë vend ku shedi çfarë në shpirtat e tyre, të gjithë e kanë martesën si një institucion të rëndësishëm, të shajt në jetën e tyne. Pra njeriu nuk ka mundësi që as jetën seksuale ta jetoj pa kornizë. Korniza e martesës, korniza e kurorës, edhe e gjitha kjo nuk është thjesht në një të themi këndvështrim hipotetik. Në një këndvështrim hipotetik. Mund të themi çfarë dallimi ka një akt intim brenda kurorës edhe jashtë kurorës. Në aspektin fizik edhe fiziologjikisht as si dallim. Është një shfryrje e epshit, është një plotësim i një nevoje, një dëshire e kështu me radhë. Mirë, por në aspektin njerëzor pastaj, në atë pjesën e cila anon ka hyjnoria ose ka henxulloria, rëndësia është shumë e madhe për arsye se nuk është thjesht vetë shfryrje epshi, e cila është definuar jashtëzakonisht bukur nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë edhe kur ndonjëri e shfryn epshin shpërblehet nëse e bën në halal brenda kornizës, pra janë çudit njerëz thonë si ja Rasulullah tjetë e mundon që të shpërblehemi për diçka që thjesht ne vetë kemi nevojë, s'po bëjmë ndonjë farë kontributi, thotë sikur ta bënit në të paligjshmen.
A do të përgjigjeshit? Po, po thot për shkak se e bëni në mënyrë të lehtëshme, do të keni shpërblim. Kjo është e mrekullueshme. Për këtë arsye kanë thënë disa se po themi qasje më emancipuese dhe më të ekuilibruar se Islami nuk ka, sepse është vetëm një qasje që flet edhe për adhurim, edhe për intimitet. Te fetet tjera këto të dyja nuk bashkohen kurrë. Absolutisht e sakt. Unë e konsideroj në mes tjerash edhe se e veçanta e Islamit është se fokusin kryesor e ka te motivi, te brendshmja, te ajo çka njeriu synon. Edhe kur motivi është në rregull, praktika edhe po të mos jetë tërësisht në rregull, në rrafshin hyjnor pranohet. Edhe njeriu shpërblehet për te. A jemi në Ramazan, derisa jemi agjërueshëm, kemi bën jetë me agjëru deri në mbrëmje. Nëse harrojmë se jemi agjërueshëm, ham edhe pim, a prishet agjërimi? Jo, formalisht e kemi prish, esencialisht nuk është prish. Pse? Për arsye se ka ndodhur nga harresa dhe motivi në këtë rast e mbulon, e kompenzon mangësinë njerëzore të harresës. Islami në të gjitha gjanat e ka vënë fokusin te motivi dhe në këtë rast edhe krimi i familjes. Edhe krimi i familjes ka një motivim te Islami i cili është skajshmërisht fisnik, por edhe funksional. Dhe unë e them në përditshmërinë time vetë si besimtar, kështu si e kuptoj unë Islamin edhe si e përjetoj. Por edhe secili besimtar musliman po e kuptoj ashtu si duhet. Gjithnjë e ka një motiv shtesë ekstra për të qenë njeri, për të qenë human, për të qenë bamirës, për të qenë atdhedashës, patriot, i ndershëm, besnik. Kjo në asnjë mënyrë nuk jam duke thonë se ata që nuk janë musliman, nuk janë besimtar, nuk janë të këtill. Edhe ata janë të këtill, mund të jenë, po deshan. Mirë, po besimtari ka një motiv shtesë, për arsye se ne si besimtar, pothuajse çdo gjë në jetën tonë e lidhim me mbikëqyrjen e vazhdueshme nga lart. Mbikëqyrjen e vazhdueshme të Zotit fuqiplot edhe të gjithdijshëm, i cili megjithatë çdo vepër tonën do ta trajtoj. Duke qenë se jemi tek mbikëqyrja hyjnore, si e shef Zoti një të ri i cili ka synim dhe bën përpjekje për të martuar, dhe një tjetër i cili nuk e ka këtë synim, madje siç thash, do ta shtyp për një moment të dytë, e kupton që martesa është diçka e mirë, por rrethanat kanë ndryshuar, nuk jemi në të njëjtat kushte dhe ka prioritet për momentin biznesin, karrierën, ndoshta edhe shijimin e rinis. Si shef Zoti, si është mbikëqyrja e Zotit për këtë? Po i lirë Zoti më mirë se çdo kusht tjetër na njeh, se ai na ka krijuar të këtill çfarë jemi, me gjithë përparësitë, po dhe me gjithë tmetat që i kemi. Madje Zoti i plot fuqishëm e ka krijuar edhe këtë nevojën tonë për palën e kundërt. Nevojën e mashkullit për femër, edhe nevojën e femrës për mashkull. Zoti e ka krijuar një gjë të tillë edhe në momentin kur kjo shpërfillet, jam shumë i bindur, e them me përgjegjësi të plotë se kjo gjithsesi do të prodhoj deformime. E ato deformime pastaj do të jenë varësisht, do të shkaktojnë mbase edhe deformime edhe në sjellje, që varësisht prej sa është larguar prej vijës së drejtë personi, aq edhe do të ketë pasoja. Një i ri i cili ka nevojë për të qenë i martuar. Nuk është luks martesa, është nevojë. Edhe thotë, nuk dua të martohem derisa të përfundoj studimet ose ne studime, zakonisht të themi studime bazike të nivelit universitar, për ato zakonisht me 22-3 vjet njeriu i përfundon edhe mendoj se është sipas një perspektive praktike, me thonë, është koha edhe mosha ideale për të martu. Mund të thotë dikush akoma nuk jam punësuar, po çfarë pengese ka nëse martohesh edhe punësohesh fundit si besimtar, duhet këtë ta shohim edhe nga këndvështrimi i besimit, që është shumë i rëndësishëm. Cili është këndvështrimi i besimit? Këndvështrimi i besimit këtu në këtë rast është se ne nuk e krijojmë mbijetesën tonë. Ne nuk e krijojmë atë që do të posedojmë, atë me cilën do të shërbehemi, atë që do ta ham, do ta pim, do ta veshim, makinën që do ta ngasim. Ne nuk e krijojmë, madje para se ti posedojmë as idenë më të vogël nuk e kemi se çka do të kemi.
Mirë po e kemi një bindje, se para se të vim në këtë botë i kemi pas të shkruara edhe të caktuara edhe të ndara të gjitha që na takojnë neve. Pra ne do të ecim në atë që na është caktuar në farmerë, do shkojmë te kaderi dhe caktimi jonë. Pastaj e njëjta unë konsideroj kështu edhe për një femër e cila eventualisht mund të jetë në sferën time të interesit për ta pas grua. Edhe tash ne i themi rrezik, ajo terminologjia fetare. Rrezik, do të thonë furnizim, ajo që do ta shfrytëzojë njeriu në jetën e tij. Unë e kam të garantuar, edhe ti e ke të garantuar, edhe filani, po edhe filania e ka të garantuar, andaj nëse martohesh nuk do të varfërohesh, përkundrazi do të pasurohesh, nga se do të bëhen dy potenciale do të bashkohen. Dy forca kur bashkohen, unë mendoj se nuk shumë fishohen me herët dy, po edhe me ma tepër. Këtë madje ne e përjetojmë në namazin tonë. Nëse falemi ndaras, unë edhe ti, namazi është i plot, po nëse falemi bashk, shumë fishohet me 25 ose me 27. Unë mendoj se edhe potencialet tjera e mbi të gjitha edhe ajo mundësia e rrezikut, e posedimit, e furnizimit që Zoti e ka garantuar, edhe ajo kur takohen, domethënë çuni edhe goca ose dhëndre edhe nusja, dy fishohet rreziku, po kur vin kalamaj në jetë, shumë fishohet për aq sa se secili lind me rrezikun e vet, ne nuk i ushqejmë fëmijët tanë. Allahu i madhëruar e ka krijuar rrezikun për ta. Sikur të ishte që ne jemi faktor vendimtar, a do të mbjetonte ndonjë bonjak, ndonjë jetim? Jo, të gjithë do të vdesnin në momentin që u vdesin prindërit. Pse? Se nuk ka kush me i mbajt. Po nuk është kështu. Ata mbjetojnë, madje bëhen edhe më të suksesshëm. Kjo është dëshmia më e mirë se të martohesh, të krijosh familje në kohën e duhur. Absolutisht konsideroj se nuk do të jetë pengesë për të arritur në karrierë ose në çka do të qoftë. Është diçka që thjesht e plotson një nevojë fiziologjike dhe në këtë formë ja krijon vetes një potencial shtesë, një përparësi, një avantazh, pa të cilën sado që t'jesh insistues në atë rrugtimin tënd po e zon të studimeve, të karrierës, ose çka do të qoftë, mendoj se po nuk u bën i plotësuar në këtë aspekt, nuk do të jesh shumë i suksesshëm. Çka dua të them me tërë këtë për të mos lënë hapësirë për ndonjë keq kuptim. Nuk do të thotë se njeriu që nuk martohet do të përfundojë në ferr. Në asnjë mënyrë jo, për arsye se s'është nuk lidhet kjo me një epilog të jetës së përtejme. Ja, po ne pa themi kush është më i mirë ose çfarë motivon feja, cili është këndvështrimi. Ai që martohet e ka jetën më të lehtë, padyshim, e ka jetën më të këndshme. A do të thotë kjo se martesa, do të thonë jeta bashkëtorë shkon vaj? Jo, i ka sfidat e veta, por njeriu ka nevojë për ato sfida. Njeriu ka nevojë jo rrallë për të mos flasim veç për shërbimet, se nga njerë njerëzit e kuptojnë martesën thjesht veç ta kesh dikend i cili do të shërbej, ta kesh një grua e cila do të laj rrobat, do të hekuros, do të përgatit ushqim. Jo, ani pse natyrshëm, domethënë gratë këte e bojnë shumë më mirë se burrat për shkak të rezistencës dhe qëndrueshmërisë, edhe konsistencës që kanë në punët që i bajnë. Mirë po, jo detyrimisht për këte, po thjesht plotësohet njeriu për shkak se ose je mashkull ose je femër, po pa u bashku nuk bëhet çift. Pra janë dy gjysmë që plotësojnë një tjetrën, pa dyshim. Edhe në të gjitha, mendoj unë, në të gjitha sukseset e jetës, edhe të ato të jetës fetare, edhe të jetës së përtejme, unë mendoj se njeriu plotësohet, edhe nëse flasim për një të devotshëm. A ka mundësi njeriu i pamartuar të jetë i devotshëm? Po si nuk ka mundësi? Kush mund ta përjashtoj këtë mundësi? Mirë po, njeriu i martuar, njeriu familjar, a ka më tepër mundësi të bëhet i devotshëm? Sigurisht po. Nuk është vetë gjendja martesore, është edhe gjendja ekonomike që njeriu kanjherë i jep përparësi në devotshmëri. Ata bashkohanikët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa nga të varfrit erdhën edhe u ankuan, thanë: "O i dërguari i Allahut, ata vëllezërit tonë që Zoti i ka begatuar me pasuri, të gjitha shpërblimet i marrën, ne kemi ngelur pa shpërblime." Thot: "Cila është ankesa juaj?" Thot: "Ne falemi edhe ata falen, ne agjerojmë edhe ata agjerojnë, po kur po vje puna të japim ndonjë gjë materiale, ne nuk po kemi, ata po kanë edhe po i marrin shpërblimet." Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "T'ju mësojnë të thoni diçka që në base e kompenzoni atë paaftësinë ose pamundësinë për të dhënë,
Edhe u mëson një dhikër cilin e mësuan edhe të pasurit. Këta sërish u ankuan, i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është mirësia e Allahut, cilën Allah i jep kujt të doj. Edhe familja është një prej mirësive shumë të mëdha të Allahut. Unë mendoj se mungesën e familjes, mos martesën, kushtimisht, nuk e kompenzon pastaj as e arritura në karrierë, as e arritura në shkencë, në studime e kështu me radhë. Është e pazvendësueshme. Është e pakompenzueshme. Ndërkohë në një ajet kuranor Zoti thotë se pasuria dhe fëmijët, pra i përmend fëmijët si zbukurim jetës së kësaj bote. Ndërkohë, në kohët e sotme nuk po shifet kështu. Për shumë shifet si pengesë për karrierë, shifet si barë, shifet si mbyllje në shtëpi, shifet si pamundësi për të shkuar me pushime për ta shijuar jetën. Duket sikur janë dy qasje kundërthënëse. Përse duhet i pranojmë fëmijët si stoli, si zbukurim i jetës së kësaj bote? Po njeriu nëse jeton, ose do të jetosh si fëmijë ose si i rritur. Kur rritesh, të mungon ajo pjesa fëminore, po kur rritesh nuk ke mundësi më të bash i vogël. Çka e plotson atë dëshirën tënde, edhe atë, çka e plotson atë botën, atë mozaikon, e plotsojnë fëmia. Pastaj njeriu vazhdon të avancojë në moshë edhe fëmijët rriten. Nuk ke mundësi më kur bën fëmijët, kur vajnë fëmijët 20-25 vjeç. S'ki mundësi më t'i kapësh, t'i marrësh në prehër, të luash me ta. Çka ndodh? Ata bën për të martuar, lind brezi i tretë. Një prit edhe mbesat. Gjyshi prapi merr ata edhe i don njësoj sikurse i ka dashur fëmijët e vet, mbas edhe më tepër tani më. Ekziston një nevojë njerëzore e natyrshme për këtë. Nuk mund ta kuptoj edhe nuk mund të pajtohem në asnjë mënyrë që një i rritur, i pjekur, 25-30 vjeçar, thotë unë jetoj më mirë vetëm për shkak se si individ me të hyrat që kam shpenzoj sa të dua pa kufizime, se sa një i martuar që njëjtë, mbase mund t'i ketë njëjta të hyra, vetëm ai të punojë, të ketë një grua dhe 2-3 kalamaj, unë mendoj se ky me më pak që duhet t'i ndaj tash me këta, jeton më mirë. Pra është një stoli që nuk mund të blihet. Edhe nuk mund të blihet, edhe kënaqësinë që ta ofron kjo stoli, përderisa Zoti i gjithësisë e ka thujt kësaj, nuk ka mundësi të kompenzohet nëse ti shkon në udhëtime të ndryshme, avantura, pushime, e kënaqësi të dunjas, ato më nuk kanë ndonjë. Shef, jeta për një mend i ka ato elementet e veta, i ka ato përplasjet e veta, mirë po njerëzit familjar e kanë të provuar edhe të shijuar edhe të dëshmuar se kur është familja edhe posaçërisht kur ekziston harmonia familjare, të gjitha problemet e punës e të bizneset, e problemet e rrugës, e të sokakut, e të xhamatit, e kështu me radhë, të gjitha amortizohen kur hyn brenda në atë kasollë. Mjafton një përqafim me fëmijët, apo me një dhe me mbesa kush është në miritur. Gjitha i haron. E sheh se jeta sado e vrasht, e pamshirshme që është, sado e hidhur që është, megjithatë e ka edhe këtë pjesën tjetër të ëmbël, të këndshme, që e bën balansin. Edhe në asnjë mënyrë nuk e di, sinqerisht nganjëherë mund të tingëlloj çuditshëm edhe subjektiv, po nuk e di si jeton njeriu i pamartuar. Është ajo shprehja jonë kosovar që themi mos i qofsha në lëkur. Për shumë arsye, njeriu nuk plotësohet pa u martuar. Ajo pastaj udhëron Zoti fëmijë apo nuk udhëron është diçka njerë jashtë dëshirave të njeriu. Ndërkohë një prej shqetësimeve po themi të tjera që i fut shumë të ri, shumë familjarë të ri në dilemë është edukimi i fëmijëve. A do kemi mundësi të edukojmë si besimtar të mirë, a do kemi mundësi të edukojmë me moral dhe të jenë ata fisnik, sepse në shoqëri dominojnë jo pak antivlera. A është ky një merak legjitim për të stepur, për të tërhequr nga ajo dëshira për shumë fëmijë, për familje të madhe? Ky është merak legjitim për ata që janë prindër. Ndërsa për ata që akoma nuk janë prindër, s'ban me pas këtë merak. Pra, duhet bë fëmijë, do të lind fëmijë, e pastaj duhet merakosur apo i edukojmë. Nëse këtë brengë kemi nga pozicioni i njeriu të udhëzuar, që themi ne, besimtarit. Pyet e veten, po ti në çfarë rrethana linde dhe u rrite, ata prindër që të edukuan, a i kishin më të lehtë apo më të vështirë se sa e kemi ne? Ata e kanë pas më të vështirë, apo jo? Se krahas shumë gjanave edhe standardin jetësor nuk e kanë pas të favorshëm.
Pse ata na edukuan neve, pse ne të dyshojmë në aftësinë tonë për të edukuar fëmijë. Pastaj ne mund të themi mirë, por Zoti neve na udhëzoi, po ai Zot që na udhëzoi neve, pse të mos i udhëzoi edhe fëmijët tanë? Pse të mos ndodh një gjë e tillë? Fundi fundit, nëse ti e ke synimin edhe e ke motivin që të krijosh familje, edhe të lindësh fëmijë, që ata të adhurojnë Zotin tënd nesër, edhe ti të përpiqesh deri në maksimum ti edukosh ata. Po nuk u edukuan dhe po nuk u udhëzuan. A do të thotë se ke dështuar apo ke pasur sukses? Unë mendoj se kjo do të thotë se ti ke pasur sukses. Pse? Se suksesi nuk varet nga rezultatet, varet nga puna dhe angazhimi. Pejgamber kishte të Zotit, të dërguar të Zotit, që fëmijët e tyre megjithatë nuk u bindën. Pra kthehemi tek ajo që thamë në fillim, nga njeti, nga qëllimi që kemi, për cila është, po themi, nga buron kjo dëshirë për të patur fëmijë. Njeti të çon atje ku nuk të çojnë këmbët. Njeti të çon atje ku nuk të çojnë veprat tua, atje ku nuk arrin as me aeroplan, as me makinë, as me asgjë ndonjë. Me njet mundesh me arrit lart edhe pa vepruar. Por njeti do të jetë njet me kuptimin e plotë dhe drejt fjalës, jo pretendim. Dhe së fundmi hoç, edukimi mes familjes, mes shkollës dhe xhamis, duke qenë se jemi dhe në atmosferën e Ramazanit. Sa nevojë kanë fëmijët për të dëgjuar, për të kuptuar fetarisht, sepse shpesh mendojmë që janë të vegjël, nuk kuptojnë, shpesh temat janë të mëdha, krijimi i botës, xheneti, xhehenemi, pra tema që ndoshta edhe të rriturit mendojmë se e kanë të vështira ti kuptojnë. Çfarë fokusi duhet t'ju japim fëmijëve në këtë aspekt? Fillimisht duhet të skalitur në zemrat edhe në mendjet tona se feja nuk është e tëra që ta kuptosh. Aty dominon besimi. Ne shumë gjëra i besojmë edhe pse nuk i deshifrojmë dot. E tash, njëjtën duhet të përpiqemi ta përcjellim te fëmijët tanë. Mendoj se atyre nuk u duhen shumë informacione, po thjesht ata duhet të trajnuar edhe stërvitur që të besojnë. Jo të besojnë verbërisht, por megjithatë ne tash jemi në Ramazan edhe agjerojmë. Është vështirë ta bindësh ndonjërin se është mirë ta agjerosh, nëse nuk e ka besimin. Nëse e ka besimin, pastaj të gjitha bëhen kollaj. Mendoj se përgjegjësia e prindërve është të jenë të matur edhe në dëshirat e tyre që fëmijët e tyre të bëhen sa më të suksesshëm. Edhe në aspektin fetar. Një edukim i mirëfillt nuk bëhet duke e rëndu fëmin me shumë informacione, me shumë proces edukimi, me shumë vepra, me shumë seriozitet. Nga njëherë ne jetojmë mes dy skajeve. Njëni skaj themi, hajtë se akoma janë të vegjël, edhe kur të rritën, do të punojmë me ta. Edhe ai rritët duke qenë feja dhe besimi për te i huaj. E ka pak më të vështirë të akomodohet. Mbas edhe akomodohet, se i ka ndodhur ndonjët prej neve në moshë të pjekur të udhëzohet. Mund t'i ndodhë dhe fëmijët ti mirë, po kjo është me rrezik. Do të patur parasysh se mund të udhëzohet, por edhe mund të mos udhëzohet. Edhe kryesisht ne konsiderojmë këtë udhëzim mrekulli. Bravo, edhe ndodh pa shkaqe. Edhe ndjejmë si ti. Shumë saktë. Skaji tjetër është fëmia 5-6 vjeç duhet të vijë me neve në secilin ligjërat, në secilin mësim, në secilin hutbe, në secilin akika, në secilin ndaj me hoxhallar, me njerëz ashtu, edhe në një farë mënyre ai tash ka hyrë në atë botën e fesë në një moshë të papërshtatshme. Të papërshtatshme në kuptimin e seriozitetit, në kuptimin se feja është e papërshtatshme. Dhe kur rritet edhe fillon, do e mos me kalimin e moshës, me avancimin në moshë, fëmia fillon të pavarësohet dal nga familja. Dhe kur del në atë xhunglën e jetës, atëherë jeta është e huaj për te. Edhe ai nuk ditë të udhëzohet në jetë. Si rrjedhoj mund të rrezikojë që pastaj jeta të mos i ofrojë zgjidhje të duhura edhe të lajthitet sërish, pasi që fëmirin e ka kaluar i udhëzuar. Pra do të jemi të ekuilibruar, t'ia ruajmë fëmirinë e tyre, po nga ana tjetër ata janë shumë të vëmendshëm dhe dëgjojnë dhe imitojnë shumë veprime që bëjnë të rriturit në shtëpi dhe në ambient. Edhe mendoj se tëra kjo pastaj lidhet me një gjë shumë të rëndësishme që aty mendoj se qëndron pesha kryesore e përgjegjësisë sonë, e ajo është para se të flasim fëmijëve tanë, ne do të ofrojmë shembullin konkret. Njerëz e fëmijët natyrshëm i kanë sytë të prindi. Për ta, babaja dhe nana janë njerëzit më të mrekullueshëm në botë.
E tash njeriu më i mrekullueshëm, nëse të zhgënjen, atëherë zhgënjimi do të jetë shumë i madh. Le ta shohin atë në sjelljet tona, s'pari prindrit ndërmjet vete. Do thonë burri me gruan e vet, le të jenë aq të dashur, aq të mirë, aq të sjellshëm, aq respektues për njëri tjetrin, saqë fëmijët të frymëzohen që me secilin njeri në botë duhet sjellur me respekt edhe me dashuri. Pastaj ta shohin devotshmërinë të përkthyer në vepër, jo në fjalë. Jo të themi faluni se unë e kam edhe një punë, do të falem më vonë, ose jam duke shikuar një lojë futbolli ose një diçka. Aty mungon seriozitet. Ose shko ti te kursi xhamis, po të preste kafja. Po, edhe ajo. Shko ti mëso Kur'an, po ti pse nuk ke mësuar, s'ka pas kusht të mësoj. Po kjo është mungese legjitimitetit të asaj në çka thrasim ne. Hoxha, ishte kënaqësi gjithë kjo bisedë, zoti shpëlbef me të mira. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Nërmiq, këtu e mbyllim me këtë takim të sotëm, ishim me Hoxhën Ekrem Avdiu, ku patëm një qasje interesante mbi këndvështrimin islam, mbi nevojën që ka gjithë secili për të plotësuar me gjinin tjetër, mbi xhenetin e kësaj bote që është pikërisht plotësimi me palën tjetër, dhe kurorëzimi dhe stolia e këtij xheneti që janë fëmijët. Fëmijët si pasardhësit tanë dhe si nipër dhe si mbesa që nuk duhet të mungojnë në asnjë familje. Unë falenderoj që qëndruat me ne, dhe jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë, deri atëherë kalofshi sa mirë.